një spak, pra ajo nuk e ka treguar veten në asnjë aspekt të jetës, por përse një lloj flirti që ka me Edin dhe asaj pllaçitje si qente rrugëve që të dy konsumojnë një lloj puthje që për mua më duk shumë e neveritshme dhe nuk është shumë e bukur dhe nuk është shumë e sinqert. Të gjithë e dim që një lidhje në Big Brother të jep ty shumë vëmendje, por ku bëhet në mënyrë kaq vulgare, kaq të shëmtuar, nuk besoj që edhe publiku do të ketë një lloj interesi për të parë një lloj kimie që është e kuptueshme që është shumë e shtirur, është shumë e përloj, ndërkohë që Edi nga ana tjetër po prezantohet si një lloj djali gangstere, një lloj djali që por u rikthye prap në Big Brother, pra nuk e di se çfarë do të jap, por po se kësaj lidhje imagjinar sipas tyre që mund të tërheq audiencën, ndërkohë që audienca do diçka të jetë e vërtet, edhe pse është shumë e vështirë brenda një loje që të ketë një lloj vërtetësie 100%, por kur bëhet në mënyrë kaq shumë shabllon 5 ditë që ka nisur pa ditur mirë emrin e njëri tjetrit, pa ditur moshën, pa ditur se çfarë pëlqen në jetë, pa ditur asgjë, pllaqiten me njëri tjetrin, puthen, lëpihen, një formë shumë të shëmtuar dhe po rikthehet një lloj degradimi të dy personazhëve që do të humbasin shumë nëse do të jemi realist në atë që po komentohet, pasi edhe për Dolçe ka shumë pikpyetje në lidhje me jetën e saj të mëparshme. Kam parë disa, le të themi, njerëz apo dhe disa portale që kanë hedhur dyshime për jetën e saj, mund të ketë pasur vuajtje të dënimit apo një jetë jo shumë të shëndetshme, por do të jetë ajo nëse do të ketë guximin për ta treguar në Big Brother historinë e jetës së saj. Po, dhe nëse flasim për këtë